Sot jemi me një rrëfim shumë interesant, pak edhe i çuditshëm, por fundin e ka të këndshëm. Fundi është i mirë. Edhe pse gjatë rrëfimit ka gjëra pak ndoshta të habitshme, por e rëndësishme është se fundi i këtij rrëfimi është fundi i këndshëm. Fundi është rrugdalja e mirë. Këtë hadith e transmeton Ebu Huraira nga transmetues i njohur të hadithit, i cili thotë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: në të kaluarën, pejgamberi sa po thotë, në të kaluarën ka qenë njëri që i ka shpërfillë obligimet fetare. Do s'ka qenë i kujdesshëm, ka lënë këtë obligim, ka bu punë jo të mira, do s'ka qenë besimtar i duhur, s'ka qenë çush duhet, ka pas lëshime të shumta. E ka besuar në Allahun xhallahu ala, ka qenë musliman, mirë po ka pas lëshime të shumta. Kur i ka ardeka, e ka ditë që në këtë gjendje me dalë për Allah të mandun, s'ka që ka delë, me që ka mi dalë Allah për para. Punët si ka kërkon, obligime ka lanë, e kështu më radhë, edhe në me kjo krizë, të lash është me dalë për Allah të manduar i pa pregaditur. Ka menu për një rrugdalje, që ka menu për rrugdalje, edhe e ka gjithë një rrugdalje për të gabume. E ka gjithë rrugdalje për të gabuar. I ka thonë djemë vetë, para se me dek, ka unë e kam një manet me ma zbatu gjithë qysh. Kur të vdes unë, ka thonë, më merrni edhe më djegni. Më bëni plohën. Më shtypni krejt bëni hi trupin tëm, pastaj hudhne këtë hi në për anë ndryshme që të hupi krejt. Se nëse Allahu më rinjallë, atëherë të vaj halli për mua. S'kam që ka dhe të ka Allahu. E ka menu se nëse bëhet hi e plohën nuk rinjallë të përë. Kjo është shkile madhe, kjo është në kundërshtim me besimin, por e ka pun nga ignoranca. E ka pun nga, frika madhe për Allahut, ka unë se kom dromë i dalë Allahut për para, andaj ponëm një hije dhe kështut nuk rinjallëna. Nuk këthejna në formën që shkam qena. Atëherë, djemët e zbatojnë manetin, që ashtu që ka thonë baba, edhe përfundon punë e ti më dunja. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu xhallahu ala e urdhëron tokën, sa është Zoti, më jam mbledh krejt ato thërmit e hijet që ka, e më kthy prap njëri. Dhe Allahu xhallahu ala vendos para vetes tij. Don, e mbledh Allahu xhallahu e ka kriju nga asgjëja. Su konkur që e ka bo, jo tash kur ka qenë. Atëra duke qëndru për Allah të manduar, i thëtë Allahu te barekuhu te ala, çka të ka shty me bu këtë punë? Pse e ke bu këtë punë kështu? Ka thonë kë njeri, Rabbi khashiyatuka, frika për teje. Shumë kum pas dru me dollë para teje, s'kum di çka me të thonë. Andaj kum ma mirë me më hub krejt se me dollë para teje. E Allahu xhallahu ala i thëtë, falte e ki gjunat, ta kun falë. Ma si ke pas drupe me e që shtut, ta kun falë, atë që ka ke bo. Dhe ka pas dru, ka qenë krizë, krizën e ka shka këtu kush gjunat e tina. Mirë po, rrugdala ka qenë për mes frikës në Allah të mënduar. Që ka marëm një nga kërë rëfim të ndërvozë? Kërë rëfim është interesant, nga se fillimisht rruga që e ka ndjek, nuk ka qenë rrugë e lejuar. Prandaj në Islam, nuk është më rëndësi veç qëllimi, rëndësi është edhe mjeti, apo? Për një njëri ka qëllimin i mu fukarave, qëllimi ti është i mirë, ama për shembull vjedh, jo merë tjerëve minimu, a bën? Ja nuk bën, nga se mjeti në Islam nuk e arsyeton, në qëllimi në Islam nuk e arsyeton mjetin, do të me kun edhe mjetin rregull, edhe qëllimi rregull, në kë, qëllimin e ka pas të mirë, me pështu të Zoti xhallahu ala, ma mjetin e ka pas gabim. Andaj, në mjetin e ti nuk bën me njek, se pejgamberi sa kur e përmend mjetin e ka thënë që gabim e ka pas. Pastaj është haram me djeg trupin. Djegja e trupit në Islam është ndaluar, nga se njeriu ka respekt edhe i vdekur. Musliman duhet me respektu të vdekur. Për shembull, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam,
me jathy një asht musliman dekun, është si me jathy për zgjalli. Andaj, edhe ky njeri e kalon emanetin gabim, edhe këta djemt e kanë zbatuar emanetin gabim. Nuk do është me dik, por ja që ka ndodhë. Ja që ka ndodhë. Dy palët ka bu nga ignoranca, nga, dhe më thonë, mosdia. Nuk kanë ditë kanë me vetë, edhe kjo është gjithashtu nga dobit të, se në situata të vështira, në situata domthon konfuze, të hutis, apo zgjidhja ku është, të njerëzit dikshëm.